Grupet kriminale shqiptare po kërkojnë para në emrin tim deri në 95.000 euro. Një person është arrestuar nga policia në Tiranë për mashtrim ndaj një pronarit të një hoteli në Tiranë. U mësua se këtij të fundit autori ka marrë një shumë prej 25.000 euro duke u hequr si Bexhet Pacolli dhe qëllimi ishte shtrimi një iftari në muajin e shenjtë të Ramazanit. Burimet thonë gjithashtu se i dyshuari është futur në ambientet e hotelit me një kapel në dorë që siç duket po shkonte të merrte parat. Ai ka arritur që përmes kësaj skeme mashtrimi ti marrë njëherë 12.000 euro teksa herën e dytë edhe 13.000 euro të tjera. Ndërkohë, vetë biznesmeni nga Kosova Bexhet Pacolli u ka bërë thirrje e qytetarëve që të mos bien prej një mashtrimi që po kryhet në emrin e tij. Në një reagim, Pacolli shprehet se një person i panjohur në Shqipëri ka arritur që përmes teknologjisë digjitale të imitojë të dhënat e tij, duke kontaktuar me njerëz të tij nëpërmjet WhatsAppit duke i kërkuar para me pretekstin se i duan urgjentisht. Ai thotë se personat kanë kërkuar shuma nga 10.000 deri në 95.000 euro. Sipas tij, disa persona kanë rënë prej mashtrimit, ndërsa u vu në dieni nga një miku i tij i cili e kuptoi se nuk ishte ai nga mënyra e të shkruarit edhe reagimi plot. Kohët e fundit janë shfaqur grupe kriminale të sofistikuara që po përdorin metoda të ndryshme për të mashtruar njerëzit për të përfituar shuma të mëdha parash. Fatkeqësisht, një rast i tillë ka ndodhur edhe me identitetin tim në Shqipëri. Një person i panjohur ka përdorur fotografinë time dhe përmes teknologjisë digjitale ka imituar edhe numrin tim të telefonit, ka kontaktuar disa nga miqtë e mi përmes WhatsAppit duke kërkuar para me justifikimin se më duheshin urgjentisht në Tiranë dhe se do t'ja ktheja ditën tjetër. Mesazhet ishin të tipit: tani urgjentisht më nevojitem para në Tiranë, po e dërgoj dikot i marr dhe nesër vi dhe ua kthej. Këto kërkesa kanë qenë për shuma të mëdha nga 10.000 deri në 95.000 euro. Fatkeqësisht disa persona kanë besuar dhe kanë dërguar para. Vetëm në 1 prill, një mik i vëmendshëm kuptoi se mënyra të shkruarit nuk ishte imja dhe më njoftoi menjëherë: ju lutem, mos u mashtroni, unë nuk kërkoj para nga askush. Nëse merrni ndonjë mesazh të dyshimit me emrin tim, mos reagoni, por njoftoni menjëherë policinë ose më informoni mua direkt. Të gjithë së bashku mund t'i kundërvihemi këtyre mashtruesve pa skrupuj. Ju kërkoj ndjes për shqetësimin dhe ju falenderoj për mirëkuptimin dhe besimin, shkruan Pacolli.